Nga Serbia vazhdojnë të vinë deklarata pas komenteve të kryeministrit Edi Rama se dështimi i integrimit të Ballkanit Perëndimor do të çonte në krijimin e unioneve të vogla. Kësajherë presidenti i zgjedhur Aleksandar Vučić është shprehur se shërbimet të huaja kanë gisht në komentet e politikanëve shqiptar për Shqipërinë e Madhe. Duke folur nga jugu i Serbisë, Vučić tha se ato janë pasojë e një fushate të mirë koordinuar mes përfaqësuesve të Shqipërisë, Kosovës dhe Luginës së Preshevës. Ka disa pyetje, apo e bëjnë shqiptarët vetëm këtë, apo në koordinim me dikë tjetër nga ndonjë kontinent tjetër? Përse tani dhe cilat janë qëllimet e tyre të vërteta? Nuk e di fundin e lojës së tyre. Shërbimet tona kanë gjetur gjurmë të aktiviteteve të një shërbimi të huaj me agjenci nga Shqipëria dhe Kosova. Vučić theksoi se Serbia dëshiron paqe e stabilitet, por është gati të ruaj veten e të mos lejojë që t'i marrin territorin. Sipas tij, përmendja gjithnjë e më shumë e Shqipërisë së Madhe synon legitimitetin e kësaj ideje, që ajo të kthehet në diçka normale. Vučić u shpreh gjithashtu se Bashkimi Evropian po nënvlerëson ato që po ndodh në Tiranë e Prishtinë, si dhe tek një pjesë e autoriteteve lokale në Preshevë. Presidenti akuzoi kreun e komunës së Bujanovcit Jonuz Mysliu se po përpiqet të provokojë Serbinë që të reagojë.